e kam një temë javore shumë interesante sa i përket polemikave të fundit, tash e thëmë dhe gjithçka tjetër, lidhjet, puthjet, përqafimet në Big Brother VIP Albania. Një ndër trajmet më emocionale të Big Brother VIP Albania. Televotimi fort që u përfal në mediat rrot. Bëhet fjalë për Brikenën dhe Gimbon, ku ky i fundit u eliminua përfundimisht nga gara, duke hequr dorë nga çmimi i madh. Lë Big Brother sonte Gimbo. E gjithë vëmendja pas daljes së DJ-t të Gjesit ishte tek deklarata e Ledionit për kumtimin e lajmit që Besart Kelmendi është në paraburgim. Në pritje të gjykimit i izoluar. Izoluar? Po Nubi? Po. Nubi më qel? Dhe në ato e du shumë, se dalë pistujt këmë shku me qel. Këtë është? Najse gjithsesi po e marri me radhë nga fillime. Dy të nominuarit patëm bevasit e këndshme. Briki dëgjoi babajin i cili u shpreh se është krenar me qëndrimin e saj brenda në shtëpi. E madje në një moment edhe përshëndeti Mateon. Edhe Mateon të përshëndet. Përshëndes dhe unë, shumë respekt për ty, edhe për vajzën tates që e ke si drita. Kurse DJ Gimbon e takoi nëna e tij ku sjelli lule për nusën e ardhshme Selin. Kjo e fundit e përjetoi keq largimin e partnerit të saj nga gara, por me çdo kusht tentoi t'i fsheh emocionet dhe lotët e saj. Po afrohemi gati drejt fundit dhe konkurrentët e këtij edicioni kanë filluar ta ndjejnë rrezikun. E madje po mundohen të krijojnë situata në çdo cep të shtëpisë. Ti je hipokrit që nuk i pranon veprimet e tua. Çfarë mendua që ishte kur duat të mendove ishte nominim. Nga zinxhiri i shpëtimit, personat që ngelen në fund duke ju bashkangjitur Rogertit në nominim janë Artani, Selin, Nicole dhe Steraldo. E befasia këtij edicioni është padyshim Juela, e cila e largoi Gretën me zarf të zi. Greta, me udhëzimet e vllait të madh, të ftoj të lësh shtëpinë në këto momente, mund të takohesh me banor. Duke qenë aleate me Miri në njërën anë dhe Rogerti në anën tjetër, po fiton kohë dhe territor duke qenë akoma banore në atë shtëpi. Pas ikjes së Gimbos, duket se nuk do të kemi momente të ëmbla. Por, a do të nis një romancë mes Brikenës dhe Mateos, kjo do të kuptohet në vazhdimsi. Po ti motër pranoje që e falso në këtë dashuri dhe ne po të marrë me debate. Pse? Se shqiptarë do me ba debate. Jo kjo falso që po i bërë. Iksuja Jueles për klasën që mas Po qëtë Me kamë dhe dyja kamë dhe po pakon fare. Flerë Në anën tjetër, Rogert duket se do Selin për aleate, e madje nuk heziton ta shpreh hapur se dëshiron pranë që të ngritet edhe vetë në lojë. E habitur se këtë gjë banori e thot dhe për Brikenën, duket se Rogert dëshiron të bëhet person më i mirë. Por nëse flasim për aleatët e hapura, Mali, Stenaldo dhe Nicole janë tre nga banorët e këtij edicioni që po përshtaten te i mase në shoqërinë e njëri tjetrit. Ka zëra se thonë që Nicole do të jetë banorja e radhës që do të eliminohet në prajmin e radhës.
Si do qovë, ka dhe momente të mira e më ngjyra, jo vetëm debate me tone të larta të ashpra. Por, tek e funde, ky është Big Brother, ky është reality show, pra njerëzit duhet të jenë të vërtet e jo me maskime.